Kemi Dea Kozma, gazetare në Dysjenen, e cila është nga një pikë tjetër e kryeqytetit dhe pret të lidhet me ne, pse jo për të na dhënë detajet e fundit, çfarë ka mësuar ajo përshëndetje Dea dhe mirë se vjen. Jemi së bashku dhe shpresoj që më dëgjon. Arrin që të dëgjosh zërin tim, megjithatë zhurmë të madhe që amplifikon gjithçka dhe festimeve që po bëhen në këto momente. Mbase do duam të dim prej teje detajet në lidhje me formacionet, me ekipet, ka mbritur apo jo në fushë, me gjithçka të fundit që po bëhet gati për të nisur ndeshja në orën 18. Të përshëndes Tuela, momentalisht ndodhem në zonën e ish bllokut, aty ku ka nisur që të grumbullohen edhe tifozët në mbështetje të kombëtares shqiptare, kur na ndajnë edhe pak minuta nga nisja e kësaj sfide. Unë ndodhem tek zona e ish bllokut, aty ku janë grumbulluar edhe një nga tifogrupet më të vjetra që kombëtarja shqiptare ka, plisa tifozët e Kosovës, të cilët mbrëmjen e të shtunës arritën që të festonin atë fitore historike edhe atë biletën historike për në play-offin. Falë asaj fitore 2-0, edhe Kosova do t'jetë në play-offin e botrorit dhe me ëndrrëm pse jo për të kualifikuar në Kupën e Botës 2026. Ka nisur në fakt edhe grumbullimin, edhe duket sikur këngët, emocionet, flamujt kuqezi, fanella e veshur, qelesha mbi kokë, në këtë mënyrë kanë zgjedhur edhe në këtë ndeshje shumë të rëndësishme për të apritur kombëtaren shqiptare, tifozët kuqezdia, ashtu sikurse vetëm ata dinë. Do të jetë një stadium i mbushur me kapacitet të plot, i cili do të gumëzhi për 90 minuta në mbështetje të kombëtares shqiptare. Dhe në fakt duket sikur edhe pavarësisht se e kemi biletën e play-offit të sigurt, kjo ndeshje ka rëndësi për shkak se në rast të një suksesi për kombëtaren shqiptare do të ishte historike, pasi asnjëherë më parë nuk kemi arritur që të mundim rivalin anglez. Dhe përveç kësaj, llogaritë në grup janë ende të hapura, edhe pse e kemi siguruar vendin e dytë, Shqipëria tani synon për të ngjitur në vazon e dytë. Aktualisht është në vazon e tretë dhe në rast të një suksesi me Anglinë, atëherë në bazë edhe të renditjes së FIFA-s, renditjes që qeveria e futbollit botror nxjerr çdo muaj, ne mund të arrijmë që të ngjitemi në vazon e dytë. Por çfarë avantazhi ka kjo? Avantazhi është se ndeshjet gjysmëfinale të play-offit, të cilat janë me vetëm një takim, ne kemi mundësi që t'i luajmë pikërisht këtu në kryeqytet vetëm nëse shkojmë në vazon e dytë. Aktualisht jemi në vazon e tretë. Për këtë arsye, edhe kjo ndeshje ka rëndësi maksimale dhe mbi të gjitha do të jetë një ndeshje prestigji, një ndeshje luksi edhe për lojtarët e kombëtares tonë, të cilët do të përballen me yjet e futbollit anglez. Po, Dea, mund të hysh pak afër tifozëve. Po, ndërkohë që na flet, mund të hysh pak edhe më afër me kamera me tifozët. Po, patjetër. Për sa i përket formacionit mundshëm, pasi e kam pak vështirë të dëgjoj Suela, ka qenë trajneri Silvinho është pak i kufizuar sot, pasi 5 futbollistë janë në rrezik nëse sot do të ndëshkohen me karton të verdh. Dhe bëhet fjalë për Mario Mitaj, Nedim Bajrami, Arlind Ajeti, Julian Sheu dhe Rej Manaj, të cilët nëse sot ndëshkohen me karton të verdh, atëherë nuk do të luajnë në ndeshjet gjysmëfinale të play-offit. Për këtë arsye, një formacion i mundshëm që braziliani mund të hedhë në fushë është nga porta Tomas Strakosha i sigurt, në të majt në vend të Mario Mitaj këtë herë do të jetë Naser Ali, në të djathtë do të jetë El Seit Hysaj, në qendër të mbrojtjes Berat Gjimshiti dhe në vend të Arlind Ajetit këtë herë do të jetë Ardian Ismaili, mes fusha nuk do të jetë Julian Sheu, por do të jetë Medon Berisha së bashku me Kristian Aslanin dhe Qazim Laçit. Sa i përket sulmit, në të majt do të luajë Myrto Uzuni, ndërsa në të djathtë Armando Broja. Edhe qendra e sulmit mbetet me Mirlin Dakun, i cili duket më i avantazhuar se sa Rej Manaj, për shkak se e tham që ky i fundit ka rrezikun e një kartoni të verdh që në rast se do ta merrte sot me Anglin, do të mungonte më pas në ndeshjet gjysmëfinale të play-offit. Të gjithë informacionet që dëgjuar Ervin Baku po ta diskutuar bashkë. Që trajneri Silvinho
ka lënë në pankin janë pikërisht Julian Sheu dhe Mario Mita. E mbetet për të konfirmuar kur t'jepet edhe formacioni zyrtare dhe për të parë edhe listën zyrtare të kombëtarisë shqiptare, por momentalisht janë këto dy emra të cilët bëhet me dije se do të jenë në tribuna sot përballë Anglisë për shkak të asaj çfarë unë thash më pak më parë që rrezikojnë në rast të një kartoni të luajnë në ndeshjet gjysmëfinale të play-offit. Ka nisur këngët në fakt Suela, besoj i dëgjoni edhe juve. Këngët që i dëgjojmë shumë bukur këtu në studio. Tek tifogrupi i plisave, tifozët e Kosovës, të cilët me këngë, me fanell edhe po presin të gjithë për kombëtarin shqiptare. Është kjo atmosfera shumë bukur. Me këngët patriotike.